Dhe ka pasur argument që thotë që okej, është mirë që BDI bashkë me këta? Jo, që BDI të ruaj shpinën në farforme. Po them bashkë me këta, se nuk duhet përjashtuar se edhe këta kanë qenë bashkë me BDI-n her pas herë, kështu që... Që të merren vesh, shkak se ke parasysh është shumë problematike kur merren vesh partitë e një populli shumicë, popullit Maqedonas, po është një lloj sistemi imunitar kur merren vesh partitë e një populli që nuk është shumicë, siç është shqiptar. Pra është një lloj mbrojtje të atyre të drejtave që tashmë i kanë, apo avancimit eventual të tyre. Dhe pikërisht kjo nuk ndodhi. Pra vlen sikur shpejtoi që të bëhet pjesë e qeverisë, kishte një tendencë ose një iniciativë që të ketë një harmonizim të asaj se kush do të marrë pjesë në qeveri. Kishte një deklaratë e cila u nënshkrua nga gjithë liderët, mirë po që mbeti diku në sirtar. Mirë po, çështja është se vlen u fut në qeveri pa mos u marrë vesh me BDI-n që tua ruaj shpinën. Pra, ti përkra në çështje të cilat janë vitale për shqiptarët etnik. Kombëtare që mund të quhet. Dhe ti përkra në rastet kur ata do të jenë në një situatë në cilën janë sot. Dhe pikërisht mungesa e kësaj marrëveshje bën vlenin ende më të padobishëm ose e defaktorizon ende më shumë në kuadrat të qeverisë. Tash çfarë ndodh brenda, mendoj se edhe njerëzit që janë pjesë e vlenit është rënd ta kuptojnë. Shkak se ka disa parti që përbëjnë këtë koalicion, të cilat nuk arrin që të merren vesh mes tyre që të krijojnë një subjekt të vetëm me një hierarki, do të thoja partijake të qartë, ku do të ketë një lider dhe do të ketë struktura, organe partijake. Pra, kemi parti që nuk kanë organe partijake në radhë të parë, pastaj edhe vetë koalicioni si koalicion nuk ka mekanizma të koordinimit dhe të vendimarrjes. Dhe ky kaos brenda vlenit pastaj shkakton edhe kaos në qeveri. Pra, nuk dihet kush me kë është dhe kush kundër kujt është. Edhe po ashtu edhe strukturat ne i kemi shumë fluide atje, pra nuk dihet cila strukturë është me BDI-n apo është me vlenin, me LD-n e Izet Mexhitit, ose ka kalime brenda vlenit strukturave dhe të figurave. Është një mishmash i cili besoj se mund të zgjidhet vetëm nëse do të kemi zgjedhje të parakoshme. E kuptoj. Për çfarë ju duhet shkrirja në një subjekt e vlenit? Pra, është një gjë që është menduar mirë, sepse këta të gjithë, po t'i shohësh, dikur kanë qenë pjesë e një partie tjetër dhe të gjithë nuk është se lindën një ditë bukur dhe vendosën të bëjnë parti, po të gjithë u shkëputën copa nga partitë e tjera dhe krijuan subjektet e tyre. Pra, tregojnë që bashkëjetesa në një subjekt është pak e vështirë e tyre. Pra, ndoshta mund ta kishin menduar me një organ që të koordinonte koalicionin e tyre, se tani shohim për shembull Afrim Gashi i Alternativës kërcënon që do dalë nga koalicioni fare sepse kërkon më shumë. Pastaj ashtu i bie që prapë jenë njësoj, se nëse ke 5 kryetarë që do e bëjnë me rotacion, çfarë subjekti është ky? Kush e zgjedh kryetarin? Pra e gjithë kjo është menduar si duhet dhe për çfarë po nxitojnë drejt kësaj? Po mendoj se çështja nuk është vetëm pjesëmarrja e atij grupacioni politik vlen në qeveri për veten, ose për njerëzit që përbëjnë këtë koalicion, ose për partitë që përbëjnë koalicion. Kur kalon ai sistemin e muaj mjaltit pjesëmarrjes në qeveri, njerëzit kërkojnë rezultate konkrete. Shqiptarët kërkojnë rezultate konkrete. Dhe nëse shqiptarët ndjehen të pambrojtur politikisht nga përfaqësuesit e tyre në qeveri, në atë rast mendoj se ekziston rrezik i paraqitjes së, do të thoja, opsioneve më radikale. Në 2001-shin, nëse ju kujtohet, kishim një lloj konformizmi të spektrit politik shqiptar. PPD-ja ishte një parti e parë e cila mori pjesë në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, Maqedonisë së atëhershme, dhe nuk arriti që të realizojë pritshmëritë e shqiptarëve atje. Pastaj nga 98-a u bë pjesë edhe PD-sht-ja e zotit Arber Xhaferi dhe Mendu Thaçi. Dhe mbas edhe nuk kishin shumë kohë. Pas 3 viteve ndodhi ajo që ndodhi, pra ndodhi një konflikt i armatosur, një organizim ushtarak i shqiptarëve për t'i arritur të drejtat që i kërkonin. Që arrit marrëveshja Ohrit. Delegitimim politik i shqiptarëve dhe
ajo ndjenjë se nuk kanë përfaqësim dhe nuk kanë mbrojtje solli atë UÇK në Maqedoninë e Veriut. Dhe pikërisht në këtë situatë ku shqiptarët mund të ndjehen njësoj me partitë të delegitimuara dhe pa mbrojtje dhe përfaqësim, unë mendoj se ka rrezik që sërish ide ose opsione radikale të dalin sipërfaqe dhe kjo të sjellë telashe të reja në Maqedoninë e Veriut. Tash nuk mendoj se mund të ketë ndonjë konflikt si në 2001 për shkak se vendi është në NATO. Nuk është në partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në proces të integrimit në Bashkimin Evropian dhe është shumë pak e mundshme që të ndodhë kjo. Megjithatë, është rrezik kur shqiptarët ndjehen të papërfaqësuar në institucion. Po, dhe ndërkohë po jepet shumë pushtet një minoriteti që është kreti papërfillshëm, siç është ai serb, apo jo? Me një zëvendës kryeministër që kujdeset edhe për të drejtat, po them, të shqiptarëve, që i garanton marrëveshja e Ohrit, me një shtrirje të botës serbe, ndoshta tashmë më shumë edhe se në Maltëzi që e kishin edhe domenin apo prioritetin kryesor serbët, paktën siç thot raporti i Parlamentit Evropian. Pra duket se Miskovski ka luajtur mjeshtrisht që i ka kundër vënë shqiptarëve serbët aty brenda. Mjeshtrisht për veten e vetëm, ëh? Është hera e parë që një serb është ministër në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministër. Aq më tepër zëvendës kryeministër në një resor i cili ka qenë resor për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Po për shkak se u vlerësua se implementimi i marrëveshjes së Ohrit ka mbaruar, u bë Ministria e Sistemit Politik. Dhe simbolika është jo e mirë për shqiptarët. Mesazhi që u dërgohet shqiptarëve me atë figurë, jo që është serb etnik, po është një figurë e cila është e lidhur me strukturat më nacionaliste të Serbisë, është e lidhur me strukturat shërbimet sekret, një njëri anti-shqiptar, kundër pavarësisë Kosovës, kundër NATO-s, pra do me thënë ka të gjitha ato që e bëjnë... Të thoja është një figurë e cila është e njohur për shqiptarët e Maqedonisë si anti-shqiptar, por edhe si pro-rus, pro-serb, edhe pro-lindjes në përgjithësi. Dhe pikërisht, kjo figurë në atë pozicion dërgon një mesazh shumë të keq për shqiptarët. Dhe tani sa është rezultati i ndikimit serb, mendoj se është dhe çështja këtu është Maqedonia në fakt ka qenë për herë një arenë e betejave të vazhdueshme që nga Perandoria Osmane, që nga 1878, kur Serbia merr një lloj autonomie brenda Perandorisë, ose Bullgaria krijon një lloj pavarësie nga Perandoria Osmane, dhe që nga ai moment dhe Traktati Shton Stefanit ka një luftë të përhershme se kujt i takon Maqedonia. Pra me Traktatin e Shton Stefanit në 1878 i takoi Bullgarisë, mirë po 6 muaj më pas u vendos që kjo pjesë t'i takoj Serbisë, pra mbas Perandorisë Osmane, ajo Maqedonia ka qenë pjesë, është quajtur Banovina e Vardarit, ka qenë pjesë e Serbisë. Dhe pikërisht këto perspektiva historike dhe këto momente historike reflektojnë edhe sot e kësaj dite, kanë reflektuar edhe në luftën e dytë botërore. Pas Bullgaria u rreshtua me Gjermaninë dhe Italinë pikërisht për shkak të Maqedonisë, pra të marrë atë pjesë që mendon se i takon. Ndërkohë që pas luftës së dytë botërore, dihet se Maqedonia u shpall nga Tito, që ishte kroat, u shpall republikën në vete që të ulë në farë forme ndikimin serb në federat. Dhe duke marrë parasysh këto momente historike, mendoj se ajo luftë për ndikim mbi Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë aktive, pra midis Serbisë dhe Bullgarisë. Dhe çfarë ndodhi në 2022, pra 2020 në fakt, me veton bullgare, ose kushtëzimin bullgar për Maqedoninë e Veriut, që të vazhdojë negociata, u shfrytëzua mjeshtrisht nga Serbia. Pra Serbia në atë moment bëri fakt të kisha ortodokse serbe, bëri njohjen e pavarësisë kishës ortodokse maqedonase, duke i bashkuar një pjesë e cila ishte e ndarë nga kjo kishë, e që ishte kontrolluar nga Serbia. Pra krijoi një kishë të përbashkët maqedonase serbe. Dhe kisha ka një rol shumë të madh në Maqedoninë e Veriut, sidomos te maqedonasit, dhe pikërisht nëpërmjet kishës shpërndahet ai ndikim, por jo vetëm serb, por edhe rus.
Dhe kjo prani sërbe në Maqedoninë e Veriut, për momentin mendoj se është shumë e madhe. Këtë tregon edhe anketat që i bëjnë institute kredibile, ku Bullgaria shifet si, për momentin shifet si kërcënues ose armik më i madh i vendit, ndërkohë që miku më i madh, diku 70% e Maqedonëve mendojnë se është Serbia. Dhe kjo simpati për Serbinë po shfrytëzohet për të shpërndarat që është ndikim serb në Maqedoninë e Veriut. Dhe ai ndikim shpërndahet nëpërmjet medjave, produksioneve mediatike, nëpërmjet kishës, siç thash, nëpërmjet shkëmbimeve të ndryshme. Fushatave dezinformimit. Po, se Maqedonia është kampion. Dhe kjo mendoj se edhe kjo kontribon në atë që thash se ka rrezik që të ketë edhe destabilizime në Maqedoninë e Veriut, pikërisht për shkak të, do të thoya, mos përfaqësimit ose mungesës përfaqësimit të denjësishëm të shqiptarëve në institucione, dhe nga ana tjetër rritjen e një pranie sërbe e cila është më agresive ndaj shqiptarëve, duke u udhëhequr edhe nga ajo që po ndodh në Kosovë dhe ai konflikti i përhershëm, do të themi, midis Serbisë dhe Kosovës.